Ligji nr. 7 i Kuvendit të Shqipërisë që ka hyrë në fuqi me datën 13 mars të këtij viti, sankcion njohje e vjetërsisë në punë për atë që kanë punuar në ish kooperativ bujqësore, ish ndërmarrje bujqësore dhe ish ndërmarrje shtetërore. Ky ligj i nevojshëm pasi për shkak të ndryshimeve të sistemit politik dhe ekonomik të vitit 1990 u krijuan shumë probleme me lidhjen e njohjeve të viteve të punës. Për këtë drejtoresha e sigurimeve shoqërore Shkodër Violeta Stakaj sqaron. Bën njohjen e vjetërsisë në punë pavarësisht faktit nëse kjo vërtetohet me dokumentacion, për ish kooperativat bujqësore, për ish ndërmarrjet shtetërore, por edhe ish ndërmarrjet bujqësore shtetërore të asaj kohe. Dhe koha e njohjes këtyre vjetërsive është e përcaktuar, për ish kooperativat bujqësore është deri me korrik të vitit 91 që përkon edhe me kohën e mbylljes së ish kooperativave bujqësore. Për ish ndërmarrjet bujqësore është tetori i vitit 92 që edhe këtu përkon me vendimin e Këshillit Ministrave për shpërndarjen e këtyre. Ndërsa për punonjësit e ish ndërmarrjeve shtetërore, vjetërsia e punës njihet deri me 1 tetor të vitit 1993. 1 tetor vitit 93, i cili përkon edhe me hyrjen në fuqi të ligjit të ri të sigurimeve shoqërore 7703, i cili është në fuqi atë ditë e mësot. Për shkak edhe të periudhave që ne kemi kaluar, jo të gjithë kanë rujt dokumentacionin e domosdoshëm për lidhjen e përfitimit siç mund të ishte libreza e punës. Dhe po kështu për shkak të këtyre periudhave që ne kaluam edhe dokumentacioni i ndërmarrjeve që u mlodh ish kooperativa bujqësore apo ish ndërmarrje bujqësore ishte i mangët në disa raste, sidomos për sa i përket listë pagesave dhe shpeshherë bëhej vështirë nga ana e administratës për vërtetimin e këtyre periudhave kontributive. Me fillimin e zbatimit të këtij ligji janë të shumtë ish kooperativistët dhe punëtorët e ish ndërmarrjeve që kanë përfituar pasi nuk surrellatën më për shkak të mungesës së dokumentave. Absolutisht ka pas njerëz të cilët kanë qenë të penalizuar sepse nuk është lidhur përfitimi për arsye të mosgjetjes vjetërsisë. Ne nga momenti i fillimit zbatimit të ligjit që ka qenë në prilli 2025 deri më sot, janë lidhur një numër i konsiderueshëm pensionesh. Mund të them që çdo muaj është lidhur 2 deri në 2 herë gjysmë më shumë pensione se periudhat e mëparshme. Kemi lidhur pensione për gjithë ata persona të cilët kanë pas një përgjigje negative sepse kanë qenë të administruar atë dega e përfitimeve, që nga viti ndoshta edhe 2017-2018 bëhet fjalë për gjithë ata persona të cilët nuk kanë pas mundësi të bëjnë edhe derdhje të kontributeve sepse e kanë pas mundësinë që të blejnë edhe vitet, por për gjithë ata njerëz të cilët nuk e kanë pasi këtë mundësi, ky ligj i ka favorizuar dhe ne po lidhim ato pensionet ato atyre periudhave. Sa i përket moshës së fillimit të njohjes së vjetërsisë së punës nga ky ligj, ajo nis nga mosha 18 vjeç. Gjithashtu në saktësimin e përfitimit të vjetërsisë në punë, ka rëndësi dhe vendbanimi për kohën që kërkohet. Njohja atyre viteve ndaj zyret e sigurimeve shoqërore që rast pas rasti ofrojnë për qytetarët sqarime përkatëse.